Një tjetër epizod i luftës së klaneve kriminale në Maltëzi. Bëhet fjalë për një ngjarje të ndodhur të dielën mbrëma, ku raportohet se pranë plazhit Terseno është gjetur i vrarë një 33 vjeçar. Trupi i tij u zbulua brenda një makine Golf me targat e Podgoricës. Pasi zjarfikësit raportuan se automjeti kishte dalë nga rruga. Hetuesit thanë se ai u qellua përmes xhamit të përparëm, ndërsa në vend ngjarje u gjetën gëzhoja dhe prova të tjera. Viktima thuhet se ishte në arrati prej vitesh, i akuzuar për kontraband kokaine dhe i lidhur me një vrasje të dyfisht në Cetinje në vitin 2020. Kjo është vrasja e dytë në më pak se 2 muaj në Kotor, ndërsa lufta mes klaneve rivale vazhdon. Në luftën e tyre që nga fundi i vitit 2014, raportohet se janë vrarë disa dhjetra njerëz, përfshirë viktimat aksidentale. Për të mësuar më shumë detaje rreth kësaj ngjarjeje, lexojeni telegrafi.com.